Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët sërish te kanali im i YouTube-it Shef Albana Dulellari. Për sot kemi një super recetë, na ndiqni. Unë kam menduar t'ju bëj një risotto me karkaleca, zaferano, asparag, lajm. Për sot unë kam menduar t'ju bëj një recetë që është risotto me karkaleca, asparag, lajm dhe zaferano. Ecim të shikojmë recetën. Atëherë fillojmë si fillim me risotton. Risottoja ka një procedurë pak më të gjatë, nuk është si pastat që duan thjesht i edhim dhe të zjejmë. Risottoja do avash dhe me temperaturë, edhim ujin. Po t'ja u shpjegoj një nga një hapa se si bëhet. Të presh shumimët në një tigan me temperaturë të ulët sepse nuk duam që shepat të na marrin ngjyrë absolutisht. Do ndihmojmë me pak krip të jetë në temperaturë të ulët dhe mos të marrin ngjyrë. Për të parë se nëse risottoja orizi është gati, do marrim një nga kokrat e orizit dhe do e shikojmë. Në qoftë se orizi në të dy anët është i tejdukshëm dhe në mes i bardhë, atëherë është gati që ne ta shohim dhe të vazhdojmë procedurën tjetër. Kemi dhe me këtu do vazhdojmë procedurën. Gjithmonë i edhim një nga një. Është e rëndësishme ti dhe të anësh që kur është gjithë temperatura e lartë edhe të bëj avullimin e ujit e lëngut aq më shpejt. Atëherë, ne përgatitëm bazën e risottos, që ishte kjo, është diku te 60% i zjer orizi, sepse na duhet të vazhdojmë zjerin tani në tenxhere me produktet. Me sa të buljoni, ku ne po bënim edhe bazën, kështu që marrim edhe shijen e tyre. Në qoftë se i lëmë të risottoja siç janë, gjithë kjo por aman kemi përfituar këtu tek lëngu i tyre dhe kështu që shijen e tyre ne po prapë kemi. Atëherë, ju japim një skuqje të shpejtë karkalecave. Me verë. Kemi bujonin e peshku që ne vendosëm edhe kokat e karkalecit për të përfituar akoma më shumë shijen e frutave të detit. Dhe vazhdojmë gradualisht tani nga një garushë derisa ajo të lidhet. Tani, karkaleca që skuqen që parë do jerin sërish që edhe këto të marrin shijen e risottos, po dhe risotto marrin shijen e karkalecit. Këtu kemi zest lajm, lajmit lëkurën vetëm jeshile të lajmit. Këtu kemi tumerik dhe zaferano mix. Do shtojmë pak pika lajmi dhe lëngun e lajmit. Piper të freskët. Rregullojmë me krip. Edhe pak vaj udrash. Tani vazhdojmë me lidhjen e risottos. Do fikim zjarin dhe do vazhdojmë lidhjen. Këtu kemi pak gjak. Gjakin do ta kemi të ftohtë nga frigoriferi. Dhe shikoni kremozitetin që kemi përfituar të risottoja. Kjo ishte dhe receta jonë për sot, risotto me karkaleca dhe zaferano, ju bëftë të mirë. Mos harroni na bëni subscribe dhe të na ndiqni në recetën e ardhshme.